Irësi, e dila e 4 mbas Pashke, në kishën tonë njihet si e dila e paralitikut, për shkak të pjesës së ungjillit që dëgjuam të shkëputur nga ungjillori Shën Joan. Nga kjo e dielë në vazhdim në ungjillet të dielave, tregimet e tyre nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me sezonin paskal, por me takime që kanë ndodhur para se Zoti Jezu Krisht të shkonte drejt pësimit të tij të vullnetshëm dhe shpëtimtar. Kisha e shenjtë na tregon se Pashka është qëllimi vetëm i çdo tregimi dhe ngjarje në shkrimin e shenjtë, si në jetën e Zotit tonë Jezu Krisht, ashtu edhe në jetët e të gjithë besimtarëve. Në Ungjill na tregohet që ishte një pellg i madh afër Jeruzalemit në derën e dhenëve, e cila ishte një derë ku silleshin dhënë për flijim në tempull dhe përpara se t'i flijonin, i lanin në pellgun e ujit. Këtu kishte një traditë të vjetër që një ëngjëll zbriste dhe trazonte ujin, dhe kushdo që hynte i pari atje shrohej. Midis njerëzve që ishin mbledhur në pellg, mund ta merrni me mend morinë e madhe të sëmurëve. Sipas etrëve të kishës, ai pellg qëndron si një lloj imazhi i tërë botës. Bota është mbushur me njerëz të idhëruar, të sëmurë, të dëshpëruar, të vetmuar, të braktisur. Mjafton që të hedhësh sytë rreth e rrotull, dhe ne do të kuptojmë se gjithë bota është si një lloj pellgu. Ka dy arsye se përse Zoti Krisht u ngjit në Jeruzalem gjatë festës së Judejve. Së pari, sepse Zoti Krisht nuk e kundërshton ligjin, sepse ai vetë thotë: "Mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetët. Unë nuk erdha për t'i shfuqizuar, por për t'i përmbushur." Edhe arsyeja e dytë me qëllim që nëpërmjet mësimit dhe mrekullive të tij të tërhiqte sa më shumë njerëz pranë tij, siç na thonë edhe psalmet. Unë do të kremtoj me të madhe Zotin me gojën time dhe do ta lëvdoj në mes të një turme të madhe, dhe nuk e kam fshehur mirësinë tënde as të vërtetën tënde para kuvendit të madh. Kështu vetë Zoti thotë, siç lexojmë më poshtë te ky ungjill: "Unë i kam folur haptas botës. Gjithmonë kam mësuar në sinagogën në tempull, ku mblidhen të gjithë judejt, dhe s'kam bërë asgjë në fshehtësi." Në kuptimin e tij mesianik, ky pellg simbolizon pagëzimoren, sipas Shën Joan Gojartit. Sepse Zoti, duke dashur të paraqiste hirin e pagëzimit në mënyra të ndryshme, së pari zgjodhi ujin, sepse uji ishte përzgjedhur si elementi që pastronte trupin sipas librit të numrave, atë që konsiderohej si e papastër. Së dyti, ai dha këtij pellgu një fuqi që shpreh më gjallërisht se uji jo vetëm pastron trupin nga gjërat e papastra, por gjithashtu e shëron atë nga sëmundja. Në këtë mënyrë nënkupton fuqinë e pagëzimit, sepse ashtu si ky ujë kur përdori për trupin kishte fuqinë jo nga natyra e tij, por nga një ëngjëll, të shëronte sëmundjen e tij, kështu uji i pagëzimit ka fuqinë për të shëruar dhe pastruar shpirtin ton nga mëkatet. Ati që na deshin edhe na lau nga mëkatet tona, na thot libri i zburlesës. Kjo është arsyeja se përse pësimi i Krishtit, që simbolizon therroren e ligjit, na përmendet në misterin e pagëzimit. Të gjithë që u pagëzuam në Jezu Krishtin, u pagëzuam në vdekjen e tij, shkruan apostull Pavli. Pellgu na thuhet se kishte 5 portik, edhe sipas Shën Agustinit, këta 5 portik simbolizonin 5 librat e Mojsiut, ligjin e vjetër, i cili nuk kishte fuqi për të shëruar mëkatet. Është e pamundur që gjaku i demave dhe i qingjave dhe cijepëve të heqë mëkatet, na thot apostull Pavli. Edhe kështu të pushtuar nga dhimbjet, ata njerëz derdheshin atje duke mos qenë në gjendje të shëroheshin. Megjithatë, Zoti në mënyrë të dukshme shëroi një numër të madh njerëzish nga lloje të ndryshme të paralizës. Ungjillit na tregojnë vetëm 2 raste të tilla në shumë detaje: të paralizuarin që zbriti nga çatia dhe njeriu që derdhej në pellgun e Betsaidës që e dëgjuam në pjesën e ungjillit të sotëm. Rastisht që vetëm në këto 2 raste të shërimit fizik që Zoti referohet tek mëkati i personit që ai shëron. Kështu, ai tha njeriu që zbriti përmes çatisë: "Mëkatet e tua të janë falur." Dhe pasi për të rinë njeriu që derdhej tek pellgu i Betsaidës, Zoti Krisht e këshillon atë duke i thënë: "Mos mëkato më." Duhet thënë se ne nuk gjejmë referenca të mëkateve personale
në tregimet e ungjive, ku tregojnë për Zotin Krisht duke pastruar lebrozët, ose duke ripërtërir shikimin tek i verbëri, ose duke kuruar të tjera lloje sëmundjesh apo mëkatesh. Ai për shembull nuk i tha vjerës së apostull Pjetrit, që ishte me ethe, për shembull mëkatet tua të janë falur. As nuk e këshilloi njeriu në lindër të verbër, shko dhe mos mëkato më. Në të vërtetë, te ky shembull Zoti Krisht më vonë veçanërisht mohon se i verbri ishte i verbër për shkak të mëkateve të tija personale. Me pak fjalë, vetëm në këto dy shembuj të paralizës, Zoti ynë Isu Krisht i referohet mëkateve të njerëzve që ai shëron, madje duke ju adresuar njërit prej tyre me të njëjtat fjalë që ai foli gruas që ishte zënë në tradhti bashkëtorë: mos mëkato më. Ndoshta dikush është i prirur të mendojë në disa arsye të veçanta se përse përtritjet e paralitikëve ja vetëm të dallueshme në këtë mënyrë. Ndoshta dikush mund të pyesë se a ka disa aspekte të vetë paralizës që shërbejnë si një alegori e mëkatit, diçka rreth fatkeqësisë që tregon cilësitë e mëkatit. Kjo pyetje alegorike veçanërisht nxitet në rastin e të dërgjurit tek pellgu, për shkak të dialogut të regjistruar ndërmjet këtij njeriu dhe Zotit tonë Isu Krisht. Pyetja e Zotit, kur ai pyet paralizuarin, a dëshiron të shërohesh, në dukje është nxjerrë në fakti që ky njeri është dërgjur tek ai vend për 38 vjet. Për shkak se Zoti Krisht e di që ai ka qenë në këtë gjendje për një kohë të gjatë, prandaj ai drejton pyetjen: a dëshiron të shërohesh? Me fjalë të tjera, ka vend për dyshim rreth dëshirës së ciltër të këtij njeriu për shërim. Ndoshta zemra dhe trupi i tij janë bërë të paafta dhe të topitura. Për më tepër, përgjigjja e tij ndaj pyetjes së Zotit ngre sërish pikpyetje. Në vend që të përgjigjej si njeriu i verbër, po o Zot dua, i paralizuari i ungjillit të sotëm megjithëherë fillon të justifikohet: Zot, unë nuk kam njeri që kur lëviz ujë të më fus në pellg, dhe ndërsa shkoj, një tjetër zbret para meje. Kjo është përgjigja e tij. Gjithnjë është faji dikujt tjetër. Dikush ka avantazh ndaj tij. Jap se ai nuk shëroi. Ai nuk fajsohet. Ai dërgjej atje tek pellgu i Besaidës për afro 4 dekada, duke përdorur të njëjtat justifikime për të shpjeguar se përse në një vend ku bëheshin kaq shumë shërime, ai kurrë nuk mundi të shërojë. Vit pas viti ai dërgjej atje. Bëhet një mënyrë jetese. Kjo duket këtë qenë dhe arsyeja e pyetjes që Zoti Krisht i bën këtij njeriu: dëshiron të shërohesh? Ndoshta thellë në zemrën e tij ky njeri nuk dëshiron të shërohet me të vërtetë, dhe ndoshta është mëkati i tij tek i cili Zoti Krisht po i referohet kur i thotë: ja te ku bëre i shëndosh, mos mëkato më, që të mos bëhet ndonjë gjë më e keqe. Duke e çiruar nga paraliza e tij, Zoti gjithashtu jep këtij njeriu një urdhër të menjëhershëm: çohu, ngri shtratin tënd edhe ec. Në qoftë se ky i paralizuar dëshiron të ecë në rrugën e Zotit, duhet të fillojë që tani, duke mos pasur më justifikime. Ai s'mund të rishtrirë as edhe një minutë më tepër, duke teorizuar rreth marrëdhënies së mistershme të hirit dhe përpjekjes njerëzore. Ai duhet të ngrihet në këmbë, të hedhë tutje shtratin e tij dhe të fillojë të eci. Kthimi është hir, por është gjithashtu edhe urdhër. Gjithashtu urtësia është dhuratë e Perëndis, por cili shtapi i parë për të ndërmarrë për të arritur urtësi? Bindja ndaj një urdhërese. Fito dituri, fito gjykim, siç na mësojnë fjalët e urta. Mos rri më shtrir rreth rrotull duke u justifikuar, zakonisht duke përfshirë të tjerë njerëz për t'i fajsuar se i shfaq i tyre që unë nuk po eci shpirtërisht. Mos teorizo më rreth natyrës së urtësisë. Thjesht çohu dhe përvetësoje atë. Fjalët e fundit që i tha Zoti janë fjalë që na drejtojnë të gjithëve neve, duke na thënë që kushdo që është i pagëzuar në kishën e shenjtë, i janë falur mëkatet. Gjithse kush i ka gjetur hir përpara Perëndis, nuk duhet ta neglizhojë atë hir që mori në ditën e pagëzimit. Nuk duhet të jetojë akoma në mëkat. Arsyeja që ne mblidhemi çdo të diel, na thot kryepiskopi Joan,
në kish, është pikërisht që çdo krishter këtë ditë të marrë pjesë në kish që të ushqehet shpirtërisht. Çdo e diel duhet të bëhet një ditë ushqimi shpirtëror, si për fëmijët tanë, si për të rinjt, ashtu edhe për prindrit dhe të gjithë ne. Asnjëri nuk mund të jetojë pa këtë lloj ushqimi. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, le të mos i mbyllim veshët që fjala e Zotit të dëgjohet, të gjejë tokë të mirë, të mbi dhe të jap fruta. Amin.